Cilat hapa mendon që duhet t'i ndërmarrin menaxherët, shefat që me kriju një mjedis pozitiv të punës, ku gjithë ndihen mirë dhe ndihen rehat me ambientin dhe me njëri tjetrin? Hapi i parë është gjithmonë komunikimi i hapur. Pra gjithmonë të ketë takime, të komunikohet lirshëm, të krijohet edhe një lloj ambient i sigurt dhe i mbrojtur, që pavarësisht gjithçkaje që ti mund të më thuash, unë asnjëherë nuk do gjykoj, nuk do kritikoj, nuk do. Është më lehtë të thënë se sa e bër kjo të arrim të mos e gjykojmë njëri tjetrin, sepse ne jemi njerëz, ndoshta ndonjëherë gjykojmë edhe në bazë të atyre vështirësive dhe të mjetave që i kemi edhe ne vetë për brenda. Po, është shumë e vërtet. Prandaj pikërisht për të vendosur një ambient të tillë është e nevojshme që vetë shefat, vetë pronarët e bizneseve dhe të punojnë me veten, të arrijnë të bëjnë trajnime për menaxhim emocional dhe për inteligjencë emocionale, që ata vetë të i kalojnë reagimet e tyre të brendshme emocionale, sepse gjithmonë ti mundesh të frymëzosh tek tjetri atë që ke arritur të bësh edhe vetë. Cilat sjellje prirën t'i kenë më shumë shefat dhe punonjësit më të komplikuar? Shefat e komplikuar zakonisht janë shumë kontrollues, pra kalojnë në një mikromenaxhim, përpiqen që të menaxhojnë gjithçka, të bëjnë gjithçka dhe kalojnë në një kontroll të tepruar. Gjithashtu kanë reagime shumë të fuqishme emocionale. Nëse ka një gabim ose diçka, kanë një reagim të fortë emocional me kritikë dhe gjykim. Ndërkohë që punonjësit e komplikuar janë ata të cilët përpiqen që të gjithashtu ka të bëjë me reagim emocional, por përpiqen që të fshejnë atë që kanë bërë, ndihen shumë në faj, ndihen edhe kur kritikojnë për diçka, ndihen se është fundi botës, përpiqen të mbrojnë veten në maksimum dhe nuk e vendosin fokusin tek ajo çfarë mund të bëhet për të rregulluar situatën, por se si ata mund të mbrohen dhe si mund të dalin nga situata.